Kam kënaqësinë sot që në një kafe me labim pikërisht në qytetin e bukur të Prizrenit, në këtë studio të improvizuar pikërisht në hotelin e bukur të Randën, unë kam kryetarin e komunës së Prizrenit, zotrin Ramadan Muja. Kam kënaqësinë që të kam në studion e emisionit një kafe me labim pikërisht në qytetin tuaj. Faleminderit. Zotri Muja, unë nuk do të futem politikës, nuk do të futem asgjë tjetër për shkak se emisioni im nuk ka të bëjë me politikën, sot do të flasim përgjithësi për Prizrenin e bukur. Votat i fituat edhe këto zgjedhje ju besuan prap qytetarët, prap ju sjellën si kryetar të komunës. Por a e dëshpëruan ndonjëherë për Prizrenit? Në qytetin kaq të bukur dhe të lashtë i Lero Dardan, nuk ka shans banori i qytetit të Prizrenit të dëshpërohet ndonjëherë, por vetëm se si banor të kësaj qendre urbane të lashtë, krenohet se është qytetari i Prizrenit. I pari i këtij qyteti. Në fakt, ky qytet pothuaj që çdo dita ditës turist po i shtohen një numër shumë i madh. Prioriteti i parë i juaj, pasi që e morët edhe këtë vit, cili është? Shikoni, unë do të kisha dëshiruar një historik të shkurtër ta prezantoj këtu në emisionin e çmuar tuaj, për qytetin e lashtë të Prizrenit, se për herë të parë në dokumentet e shkruara Prizreni si Therandë përmendet në shekullin e 2 pas Krishtit, do të thënë në epokën e re, në hartën e gjeografit Aleksandrin Ptolemeut. Është natyrisht edhe më i lashtë se shekulli 2 i epokës së re, sikurse edhe qytetet tjera të trojeve etnike shqiptare. Dhe për qytetin e Prizrenit dhe për lashtësinë e tij, natyrisht se flet edhe kalaja, kështjella që qëndron edhe më tutje krenare mbi qytetin e Prizrenit. E vëzhgon Prizrenin dhe një horizont edhe më të gjerë për të cilën, për kalan, ne krenohemi që e kemi dhe që është ruajtur deri më sot, dhe për të cilën interesohet edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, duke investuar për rregullimin e saj dhe për ta larguar nga dhëmbi i kohës, i cili natyrisht se ka bërë të veten deri diku, por ne sot jemi të interesuar që ta ruajmë për t'i dhënë qytetit të Prizrenit rëndësinë e qendrës edhe turistike. Në qytetin e Prizrenit janë të interesuar të vinë jo vetëm vizitor nga viset të ndryshme të Republikës së Kosovës, por me kënaqësinë më të madhe vinë edhe nga trojet tjera etnike jashtë kufive politik të Kosovës, natyrisht edhe nga vise tjera më të larta. Dhe jo rastësisht qyteti Prizrenit është shpallur qyteti më i bukur në mesin e qyteteve të bukura të botës dhe e zën pikërisht numrin e 9. Dhe ne për këtë kategorizim të qytetit të Prizrenit krenohemi sepse me të vërtetë natyra, ambienti brenda në qytet është i jashtëzakonshëm, në për cilin kalon krenar Lumbardhi me ujin e tij të pastër, për cilin ne do të tregojmë në projektet tona interesim më të madh edhe për rregullimin e shtratit të Lumbardhit, meqense se qyteti i Prizrenit do të jetë qyteti i parë i cili do të pajiset me fabrikën për trajtimin e ujrave të zeza, për impiantin për cilin do të investohen mbi 22 milion euro, mjete që do t'i siguroj Banka Gjermane për Zhvillim, Komuna e Prizrenit dhe Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Për këtë arsye, qyteti i Prizrenit duke pasur edhe një hinterland, një prapashpinë me bukuri të ralla natyrore, është shumë joshës për vizitorët vendor dhe ata të huaj.
Kur jemi të Prizreni, tash është ndoshta një angazhim duhet shumë më i madh për shkak që po të futet në mesin e 9 vendeve më të bukura në botë, patjetër që duhet një përkushtim shumë më i madh. Jo ndoshta veç juve si i pari i komunës, na desa po flasim unë po shohim edhe në anën tjetër edhe Kalan tani sepse njërin kamerë kemi të vendosur për jashta, por duhet një vendisim shumë më i madh ndoshta edhe i qytetarëve, që ta ruajnë pastërtinë, ta mirëmbajnë, që mos i prishin ato gjëra të cilat i ka ky qytet me edhe që i ka rujt me vite e me vite. Kur jemi të Kalaja, sa folet edhe ju për Kalaja, në më tonë që prap ruhet, jo vetëm prej juve, por edhe prej shtetit, po mundohet që të investohet edhe të ruhet gjithë shka jo. Por ju, si kryetari komunës, sa e shfrytëzoni Kalaja bashkë me familjen tuj, sa mundeni me dalë një vikend që me shiku Prizrenin pikrish prej Kalajas nalt? Unë, si qytetar i Prizrenit, jam mjethtar i shfrytëzimit të bukurive natyrore jo vetëm të brendisë së qytetit, i cili është mjaft i shtrirë në një sipërfaqe mjaft të madhe, por edhe i pajisur ose i begatshëm me monumente të ndryshme kulture historike, por edhe bukurit natyrore që i ka prapa shpina e qytetit janë shumë tërheqëse për mua si qytetar, prandaj edhe shpesher, zakonisht gjatë vikendeve unë lëvizë, bëj një 10 kilometrësh në këmbë për në Kala, në përmes rrugës shtetitore, të cilën e kemi ngritur ne si komunë dhe kemi investuar mjete financiare, mendoj e kemi realizuar një projekt i cili shkon në të mirë të gjithë qytetarëve për të mbajtur kondicionin për ta mendoj përjetuar edhe atë bukurin natyrore që e ka kjo pjesë e qytetit të Prizrenit. Prandaj ne si komunë kemi investuar dhe do të investojmë edhe më tutje në infrastrukturë, jo vetëm rrugore, por edhe në infrastruktura tjera, për shfrytëzimin e Kalas dhe për ngjitjen deri lartë, në atë pikë të lartë, mbi qytetin e Prizrenit, qytetarët, ne do të investojmë, kemi të paraparë një projekt për realizimin e teleferikut, i cili do t'u lehtësoj vizitorëve arritjen deri në këtë pikë mbi qytet, në Kalan, për ta parë Kalan që është ndërtuar në kohën e ilirëve, ka psuar dorën e riparimit edhe në shekuj tjerë, po sidomos në kohën e Justinianit të parë që ka qenë i gjakut tonë, si perandorisë bizantine, në shekullin e 6, si kurse edhe kalat tjera, edhe Kalaja e Prizrenit është forsuar për t'i ruajtur rrugët ose për t'i mbikëqyr rrugët në për cilat kanë kaluar popujt të cilët janë shprehur ndoshta edhe me sjellje jo të mira për plaçkitje tjera. Kur jemi tek Prizreni, unë du prej juve kështu, se zakonisht unë kam dëgjuar shumë, kam pyetur shumë, thonë që po e pive ujin e Shadervanit Prizrenit e merr nusën e Prizrenit. A është e vërtet kjo? Shikoni, sot ishte një artikull në shtypin tonë të përditshëm, në cilin ishte e prezantuar deklarata e drejtorit të hidroregionit jugor, për mbar regionin e Prizrenit, i cili deklaron, drejtori Besim, cilin e përshëndes nga kjo pozit, se edhe po të merë vera e thatë, qyteti Prizrenit edhe regioni nuk do të ketë krizë për ujë. Është ujë mbretëror në shpumjet ku janë bërë, sepse nuk ka nevoj të shtrohet analizave. Mund të përdoret ujë i këtij shkëmbi në rrënjë të maleve të Sharrit. Është i pishëm, i shëndetshëm, prandaj edhe qytetarët e Prizrenit e shfrytëzojnë ujin e krojt të Shadervanit me kënaqësinë më të madhe, po edhe vizitorët dhe unë besoj se ashtu duhet të jetë
si e thoni edhe ju, po e pive ujnë në Shadërvanit. Po e pive ujnë në Shadërvanit, thojnë metër në Prizren. Kur jemi të kjo pjesa ku e përmende ujën, qësh është e mundshme pak me na japë neve në Prishtinë atje, ose kini tonë gjithë këtoj, na po hekim shumë atje, gjithë të unë mendoj se në të ardhmen ka për të paraqitur nevoja investimeve të mëdha dhe duhet të heqim dorë nga realizimi i disa projekteve që mund të presin për realizim dhe qytetarëve duhet të sigurohet sasi e mjaftueshme e ujit edhe ujë cilësor, po që përdoret për shëndetjen dhe pastërtinë e qytetarëve dhe ambientit tonë. Ju pak më pare përmendet duhet pastërtia e tjera. Qyteti Prizrenit në dokumente historike figuron si qyteti më i pastër në Ballkan, në shekujt e kaluar, dhe atë traditë natyrisht se e kanë ruajtur familjet e qytetit të Prizrenit dhe pastërtia unë mendoj se është në nivel. E kemi në kuadër të komunës edhe kompaninë për mbajtjen e pastërtisë, e cila është e pajisur me 40 kamiona për mbledhjen e mbeturinave dhe është në kuadër të territorit ose të atarit të komunës së Prizrenit edhe deponia regionale për deponimin e mbeturinave vetëm na mungon sikurse edhe qyteteve tjera edhe kryeqytetit një fabrik për riciklimin e këtyre mbeturinave dhe unë jam shumë i bindur se në një kohë të shkurtër do ta pajisim qytetin edhe me një fabrik të këtillë. Ani se duhen investime të mëdha, po do të ketë sigurisht të interesuar nga jashtë të cilët do ta shfrytëzojnë këtë begati, mendoj gjitha ato mbeturina që deponohen në deponin regionale është një lëndë e parë çmueshme dhe mund të nxjerrin firmat, kompanitë investuese përfitime të mëdha. Po. Kur jemi këtu tek Prizreni dhe ju kam juve në studio në patjetër që kisha dash pak me hy ka kjo pjesa tjetër, ka kjo pjesa jeta e përditshme dhe jeta familjare. Sa keni kohë dhe sa mirëni me familjen, sa keni kohë me shfrytëzu se cilën pjesë të Prizrenit bashkë me familjarët e juj? Unë kam thënë edhe herave tjera për postin që mbaj. Është ky fillimi mandatit të tretë, dhe më thanë prej fillimit të 2008-ës, falenderoj familjen time e cila më ka përkrahur për t'i shërbyer qytetarëve të komunës së Prizrenit, sepse është një komunë e madhe e cila shtrihet në një sipërfaqe prej 640 km2 dhe në kuadër të komunës përveç qytetit të madh janë edhe 74 fshatra, të cilat të gjitha i kemi lidhur me qytetin me rrugë të asfaltuar dhe është prezente në secilin fshat edhe infrastruktura. Qoftë në toksore ose mbi toksore, rrugore, për mbrojtjen e shëndetësisë, shëndetit të popullit, gjithashtu dhe për zhvillimin e arsimit. Brenda këtyre 2 mandateve të shkuara të mia në komunën e Prizrenit kemi ndërtuar 20 objekte shkollore. Do të vazhdojmë të ndërtojmë edhe objekte të reja shkollore atje ku do të ketë nevojë. Unë gjej kohë edhe për të dalur, për të vizituar, për të dalur nga shtëpia ime private, për të vizituar miq, po edhe miq të djalit dhe të vajzave që janë të martuar të katërt këtu në Prizren dhe me kënaqësinë më të madhe i shfrytëzojmë gjitha këto lëvizje në këto rrugë të bukura të qytetit të Prizrenit. Gjithashtu e shijojmë edhe jetën kulturore që është shumë dinamike në qytetin e Prizrenit. Këtu dasha më dalë pikërisht tek jeta kulturore e Prizrenit. Në fakt, ka shumë gjanat bukura që vinë dhe pikërisht që mbahen Prizren. Njëra prej ngjarjeve që unë e di që Prizreni e ka një gjallëri jashtë normave, kështu për atmosferë për gjitha është duke festi. Pastaj janë edhe shumë manifestime tjera kulturore që mbahen. Kur jemi tek gjithë këto, buxhetin
Sa e keni? A e keni bugjetin e mjaftueshëm, domethënë për mi mbulu gjitha këto? Unë e di që kjo pjesa e kulturës ndoshta është një bugjet kogja i vogël e sa aktivitetet janë. Aty keni të drejtë që nuk do të mbetet kështu në të ardhmen. Përkrahja për zhvillimin e jetës kulturore në qytetin e Prizrenit dhe në komunë në përgjithësi ka nevojë për një bugjet më të madh, të cilin me siguri se do ta begatojmë dhe edhe pse deri më sot edhe aktiviteteve kulturore, gjithashtu edhe sportive, nëpërmes drejtorisë për kulturë, rini dhe sport, ne japim përkrahje të madhe, do të vazhdojmë që për kujdesjen ndaj gjitha këtyre veprimtarive, këtyre ndaj kulturore dhe sportive, do ta begatojmë atë përkrahjen edhe më tepër. Në kuadër të komunës së Prizrenit funksionojnë një numër i madh kështu shoqërish kulturore, artistike, jo vetëm të popullatës shumicë, por edhe të komuniteteve, dhe në mënyrë të barabartë ne i përkrahim gjitha aktivitetet kulturore, po duke filluar edhe prej teatrit profesionist, i cili është prezent në qytetin e Prizrenit, dhe prizrenasit shfaqjet teatrale i përcjellin me kënaqësinë, me admirimin më të madh, sepse qyteti i Prizrenit e ka tradit edhe një veprimtari të këtillë kulturore. Gjithashtu, jo përmendet Dokufesti, por nuk është vetëm Dokufesti. Janë edhe evenimente tjera gjatë vitit kalendarik që organizohen. Dhe unë e kam bindjen se nuk ka lënë ditë e vitit kalendarik të mos shënohet një aktivitet kulturor në qytetin e Prizrenit. Dhe kjo i jep një gjallëri zhvillimit të më tutjeshëm të kulturës në qytetin e Prizrenit. Po, i përmendëm pakës më parë, thamë, domethënë pikërisht për gjithë ata vizitorët ndoshta që vinë edhe prej trevave të ndryshëm, domethënë që jashtë kufive të Kosovës. Unë kryesisht kam taku edhe po bjen rasti mu taku që Shqipërinë e ki prezent pothuaj gjatë çdo dite. Këtu, shumica e bashkëqytetarëve, për shkak se edhe një batut kështu që u përdor shumë shpesh, domethënë që u tha që shitet shtëpia 2 orë prej plazhës, kështu që më prish shumë afër jemi, thuja me Shqipërinë, edhe kështu që ka të hyjë dalë me kogja shumë. Po sa i përket artit e kulturës e gjitha këtove, ka të hyjë dalë me Shqipërinë? Me siguri se po, më thanë gjitha këto lëvizje demokratike dhe pas luftës lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe pas formimit edhe pavarësisë së shtetit tonë, të ri u hapen dyert për të hyrë, për të dalë andej e këndej ati kufiri që është shumë i thjesht, shumë artificial, them, dhe erdhi koha për fat të mirë që të mos e hetojmë fare, vjen kufitare, të shprehim dëshiren familje ose shoqëri, të shkojmë të pijmë kafe në Kukës ose në Tiranë apo në Durrës dhe për një orë gjysmë një rrugtim mund të bëhet kështu me kënaqësinë më të madhe duke shfrytzuar rrugën e Kombit, e cila i ka lidhur thujase të gjitha viset e trojve tona etnike. Prandaj në qytetin e Prizrenit për çdo ditë ka automjete familjare, por edhe autobusë që me të cilët, domethënë me ato mjete të rrugtimit vinë familje të tëra, po edhe grupe nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Qyteti i Prizrenit është shumë tërheqës për vizitorët nga gjitha viset e Shqipërisë politike, po them. Unë u vendosa, domethënë qysh dje kur erdha mi përgatit sendet, u vendosa veç në hotel Tiranë, që është në zemër të Prizrenit, po thuaj, edhe kur u vendosa, pa shumë turist. Edhe ndërkombëtarë edhe të huj që kishë edhe me muj që ishin të vendosur këtu Prizren. Me ndajt, me pa, me studiuset se një sendë, me thonë Prizrenit, të mla një përshtypje shumë të madhe, më ardhë një huj, me ndajt një muj dit një qytet, është kogja.
këgja punë e madhe, ndoshta edhe në fakt ajo është e rritë edhe buxhetin e qytetit si qytet, kur kemi turista më të mëdhaj. Kështu para se me përfundu bisedën bashkë me ju edhe unë me ju falendru për zemërsisht që ishit pjesë emisionit Një kafe me labin për të flasim për prezidentin atëherë në duhet të flasim me orë të tëra, po me njëre pas jush unë do të transmitoj edhe një rubrik ku është rubrik që foli përgjithësi për karakteristikat e qyteteve ku bën pjesë edhe sot karakteristikat e Prizrenit. Para se me përmbyll këtë bisedë, unë një fjallë, një pyetje, një fjallë që kom dëgju shumë gjatë fushatës sa ishë, dhe pas taj me njerë pas fushatës, ju fituat si kryetari komunës, dhe u përfall. E sjellë Erdoganin kryetari komunës dhe i fitoj votat në Prizren. Kjo s'është e vërtet. Jo, nuk e kam pasat fuqi ta sjellun kryeministrin shumë të respektuar të një shteti mik të Republikës së Turqisë, këtu në Prizren, ato janë çështje qeveritare, tri qeveritë kanë marrë një vendim të tillë që pas përurimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, të vizitojnë edhe këtë qytet tonin kaq të bukur me cilin krenohemi jo vetëm ne në Kosovë, por gjithë shqiptarët kudo që jetojnë në rruzullin toksor. Dhe votat nuk mi ka sjell askush, por populata e bindur me punën time të ndershme edhe për realizimin e gjitha atyre projekteve gjatë 2 mandateve. Dhe e ka parë qytetari i komunës së Prizrenit të arsyeshme që edhe për një mandat të më zgjedhë, dhe unë si e kam dhënë betimin edhe në këtë moment, po them se do të jem me tërë qenjen time, me tëra guximet e mia, me tërë dijen time në shërbim të qytetarëve për të siguruar qytetarëve të komunës së Prizrenit një jetë më të mirë, më të qetë, më të dinjitetshme, më të begatshme. Për këtë arsye, unë them se qytetari i Prizrenit i pranon punët e stafit ekzekutivit të komunës së Prizrenit, sepse pikërisht nga komuna e Prizrenit ka filluar nisma edhe për begatimin e qytetit tonë historik me institucion të lartë studiues, mësimor dhe edukativ me universitetin publik, i cili është universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës dhe është viti 4 që funksionon me shpejtësinë më të madhe. Ky universitet në kuadër të cilit si vjet në këtë vit akademik studiojnë 8.000 student, të cilët i japin një gjallëri, vajza, i mbushin për plot rrugët e bukura të qytetit të Prizrenit. Zotri Muja, unë s'pari po të uroj shnet kesh dhe të vazhdosh punën dhe t'i krysh gjitha ato detyrat cilat i ke marrë si i pari i këtij qytetit bukur. Unë ju falenderoj, ju uroj për emisionin, edhe jeni si udhëheqës i emisionit edhe si emision shumë i pranishëm në familjet e qytetarëve të Prizrenit.